Jemi në kulmin e sezonit të korjes së drithrave dhe në fushat e zonës së Lunxhërisë, puna nuk njeh pushim. Pas muajsh kujdesi dhe pune të palodhur, fermerët kanë nisur të mbledhin frytet e mundit të tyre. Ky është një nga momentet më të rëndësishme për ekonominë bujqësore në këtë zonë. Ka filluar sezoni korjeve të drithrave, tërshërës, grurit, elbit, jo në mas, deri diku se shikoni. Janë shumë të buta akoma për shkak të kohës. Për momentin, unë për shembull kam mbjellë misër, ka filluar dhe sezoni baditjes së misrit, mëngjesi kur doher me që është freskë dita është vap, merrem me atë punë. Pastaj vazhdojmë, kemi jonxhat me grurin, me të gjitha punët që përkasin bujqësisë. Megjithatë, vetë fermerët shprehen se vitet e fundit sipërfaqet e mbjella janë ulur ndjeshëm në këtë zonë. Këto vitet e fundit të mbjella në këtë zonë para 10 vjetësh kanë qenë shumë. Në këtë zonë mund të ishin 60, 70 dhe 100 hektarë të mbjella. Këto vitet e fundit janë reduktuar në maksimum. Si vjet mund të them që janë 30 hektarë të mbjella, jo më shumë. Janë reduktuar. Se di pse, po nuk mbjell njeri. Vetmja kulturë që mbjellin këtu është tërshëra, sepse shumica e zonës këtu kanë bakti. Korja e drithrave nuk është thjesht një proces bujqësor. Është një moment i rëndësishëm që përmbledh të gjithë përpjekjen e muajve të gjatë. Për fermerët, ky është çasti kur puna përkthehet në prodhim dhe shpresa në të ardhura.